Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall. Sa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, shokët dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, po takohemi edhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall në takimet e radhës. Me emrat e Allahu Jalla wa Ala dhe çfarë duhet të përfiton një musliman nga emrat e Zotit Xhella Xhelaluhu. Kemi përmendur në fillim të takimeve se fillimisht renditjen që do ta ndjekim për fillim është renditja që e ka përmendur Allahu Xhella wa Ala në surën El-Hashr, derisa të përfundojnë ato emra, pastaj respektojmë renditje tjetër. Andaj në bazë të kësaj nuk duhet shumë me ditë se për cilën emër do të flasim sot. Qase huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-Maliku al-Quddus as-Salam, kemi fol. Për Malik, Quddus, Salam kemi fol. Sot është emri Allahut al-Mu'min. Dhe çfarë kuptimi ka ky emër dhe reflektimet e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Emri Allahut al-Mu'min që ka ardhur në surën Al-Hashr është përmend një herë në Kur'an. Dhe është përmend në surën Al-Hashr në këtë renditje të emrave të bukur të Allahut Azza wa Jall. Sa përket kuptimi gjuhësor të këtij emri, para se të kalojmë tek kuptimi i tij që ndalidhet me Zotin Xhella wa Ala, gjuhësisht do të thotë fjala mu'min vije për shprehjes amana yu'minu, fa huwa mu'min, që është me dy kuptime në gjuhën arabe apo me tri eventualisht, varësisht prej disa sqarimeve që janë bërë gjuhësisht. E para që ulemat e kanë përmend është vërtetimi, tasdik, apo edhe pranimi dhe pohimi i një lajmi apo i një realiteti. Sikur që e përmend Allahu Xhella wa Ala në surën Yusuf, kur kthehen vëllezërit e Jusufit dhe kanë humbur një vëlla. Sikur që dini kur ka ndodhur ajo hileja pozitive që e ka bërë Jusufi për ta ndorë vëllain e vet tek ai, dhe ata ja kanë tregu babës tyre çfarë ka ndodhur dhe kanë thënë wa ma anta bi musaddiqin lana. Te wa ma anta bi mu'minin lana. Se ka ardhur me kuptim musaddiqin lana. Ka unë ti nuk na ka ndonë mu'min, ti nuk na beson neve, nuk është kuptim besimit na besosh neve në atë kuptimin e imanit që ne dim që është retikisht, po ti këtë pohim tonin nuk e vërteton, nuk i bie vule se është kështu. Prandaj kuptimi i parë i fjalës iman ose mu'min që ka ardhur përmban vetën e tij pohimin, pranimin dhe vërtetimin. Dhe kuptimi i dytë i kësaj fjale në gjuhën arabe vije me kuptimin e sigurisë dhe kuptimin e qetësisë dhe garancës. Kur dikon ti e siguron që nuk e godet padrejësia, nuk e godet e keqja, është i siguruar, i thotë ente fi eman. Ti je tash në siguri, je në zonën e sigurt, je i qetë dhe i sigurt. Ka një kuptim tjetër që e përmenda më herët, që dietarët e kanë përmend, se kur dikush është, do thotë, i cilësuar me këtë folje, me këtë veprim që e bën, nën kupton pasi që ka pranuar dhe ka vërtetuar një lajm caktuar ose një kërkesë caktuar, e zbaton me përpikni. Prandaj në gjuhën arabe kur dikush e zbaton urdhën në përpikri, tamam sikur se duhet, pa lënë mungo asgjë, i thonë në gjuhën arabe mu'min. Këto janë disa prej kuptimeve gjuhësisht që kanë ardhur lidhe me këtë shprehje. Ndërsa emri Allahut Azza wa Jall Mu'min në rrafshën e kuptimit që ka të bëjë me Allahun Xhella wa Ala, i ka dy kuptime. Që do të flasim për to me lejen e Allahut Xhella wa Ala, dhe se për këto kuptime ka ndërlidhje të posaçme me Allahun te barek wa taala. E para, fjala mu'min
apo emri Allahu xhallahu ala mu'min është el musaddiq, ai që vërteton diç dhe pranon diç. Çka vërteton Allahu azza wa jalla dhe çka pranon Allahu xhallahu ala me përmes këtij emri. Qase Allahu xhallahu ala kur na lajmëron se është mu'min, na lajmëron se ka emër, por përmes këtij emri kryen veprime të caktuara. Dhe çka kryhet përmes këtij emri? E para thash, kuptimi i parë është musaddiq, vërteton. Ajo çka dietarët e kanë përmendur se Allahu xhallahu ala vërteton, e para është Allahu xhallahu ala kur të kuptojmë në atë emrin Allahu mu'min, kuptojmë se Allahu xhallahu ala fillimisht vërteton tauhidin e tij. Vërteton meritën që e ka për adhurim. Sikurse ka thënë Allahu xhallahu ala në surën Al-Imran, shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa hu al azizul hakim. Ka dëshmuar Allahu se nuk meriton të adhurohet askush posti. Dietar ka thënë se kjo është dëshmia më e madhe që është thënë ndonjëherë në histori, nga dëshmitari më i madh që ka dëshmuar ndonjëherë. Andaj nuk ka dëshmitar më të madh, nëse Allahu po dëshmon, dhe nuk ka dëshmi më të madhe për të është dëshmuar se Allahu xhallahu ala. Prandaj Allahu xhallahu ala ka dëshmuar dhe vërtetimi i tij përmes kësaj dëshmie dhe të pranuar e kësaj dëshmie se ai është i vetmi që meriton të adhurohet, është një kuptim për kuptimet e emrit të Allahut el-Mu'min. Pra sa të lexojmë emrin Allahut el-Mu'min, na kujtohet ky vërtetim që Allahu xhallahu ala na ka ndëruar që edhe ne të jemi pjesë e këtij vërtetimi. Andaj sa thosh ti ashhadu an la ilaha illa Allah, apo ti bësh pjesë e kësaj dëshmie të madhe që në esencë ka dëshmuar Allahu xhallahu ala për veten e tij. Andaj je pjesëtar i dëshmisë më të vërtetë, më të sinqert, më të madhe që është dëshmuar ndonjëherë për të në fytyrën e tokës, madje edhe në qiell. Ti je pjesëtar i saj. Dhe ti je ai që ka dëshmuar rrëdhimisht me hyrjen e Islamit dhe me dëshminë e shahadetit. Andaj kjo është pika e parë e të vërtetuarit. Allahu xhallahu ala ka vërtetuar të qendrit e tij i vetmi që meriton të adhurohet. Të qendrit e tij Zot që në dorën e tij është çdo gjë. Me gjitha ato emrat dhe cilësit e tij, të cilat e bënë Allahu xhallahu ala meritor për adhurim. Dhe çdo kush posti që adhurohet është adhurimi i tij i kot. Andaj kjo është vërtetimi i parë që Zoti xhallahu xhelaluhu e bën. Andaj Allahu xhallahu ala sur al-An'am në ajetin 19 thotë: "Kul ayu shay'in akbaru shahada", thuaj kush është, cila gjë është dëshmia më e madhe? Ka thonë: "Kulillahu shahidun bayni wa baynakum", thuaj Allahun unë kam dëshmitar, ai që vërteton apo mes me dhe mes juve. Do të ju po mohani atë që unë po pohoj. Unë po pohoj se i vetmi që merr të adhurohet është Allahu azza wa jalla, nëse ju këtë po e mohani. Nëse ai që po dëshmon për mua dhe po e vërteton pretendimin tim dhe thirrjen time dhe po e mohon ato që ju po e thani, është Zoti im apo. Andaj kjo është ekbaru shahada. Allah këtë ka quajtur dëshmia më e madhe. Dëshmia më e madhe është kjo që Allahu ka dëshmuar se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Dhe ky vërtetim dhe ky pranim dhe ky pohim nga ana e Allahut azza xal, që Allah e ka bërë në formë të dëshmisë duke quajtur shahada dëshmi, apo është një kuptim për kuptimin e emrit Allahu xhallahu ala el-Mu'min. Do të thotë në kontekst të kuptimit të parë të këtij emri, apo kuptimi i parë ishte ai që vërteton dhe pranon, e në kuadër të këtij kuptimi thash, dietarët i kanë përmendur disa kuptime tjera. E para është se vërteton pranimin dhe pohimin e të qenit të tij i vetëm që meriton të adhurohet. E dyta që e kanë përmendur dietarët që ka të bëjë me emrin Allahut el-Mu'min në kuptimin e vërtetimit dhe pranimit dhe pohimit është se Allahu xhallahu ala i vërteton saktësinë e pejgamberëve të tij përmes mucizave të ndryshme. Andaj Allahu xhallahu ala me emrin e tij el-Mu'min ka vërtetuar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij kur e ka zbrit Kur'anin si mrekulli që s'ka mundësi, as ka pas mundësi kur, e as nuk ka mundësi kur, as kur ta sfidon në vërtetësi këtë libër, madje as t'i afrohet për së afërmi. Ose e ka vërtetuar pohimin e Nuhit alayhi salam se do të vijë së shpejti dënimi, Allah e ka vërtetuar dënimin duke u sjell dënimin popullit të tij. E ka vërtetuar Allahu xhalla xhelalu pohimin e Hud alayhi salam e pohimin e Saliut me mrekulli dhe me mucize. Andaj ky është kuptimi i emrit Allahut el-Mu'min, ai që i vërteton pohimet e pejgamberëve të tij dhe ai që i përkrah të dashurit e tij.
Andaj Allahu xhallahu ala ka përkrah pejgamberët e tij me mrekulli dhe me mucize të ndryshme, por ka përkrah edhe besimtarët dhe ka vërtetuar saktësinë e përcaktimit të tyre. Andaj në sa raste Allahu xhallahu ala dëshmon se Mekën është e vërteta. Dhe vërtetën Allahu xhallahu ala se ajo që ka thot ky musliman, kjo është haku. Nëse ato që ka thonë ju, kjo është e pavërteta. Ose ata për cilën përpjekën këta musliman, ky grup njerëzve, kjo është e vërteta. Duke u ndihmuar atyre, duke i përkrah, duke bërë që ata të ngadhnjejnë, ata të fitojnë, të gjitha këtu bëhen përmes emrit të Allahu xhallahu ala el-Mu'min. Qoftë kjo në mejdanin e polemikave, bisedave, debateve, por qoftë kjo në mejdanin e luftrave, konflikteve dhe përleshjeve të ndryshme që mund të ndodhin mes dy palëve që pretendojnë se e vërteta është me ta. Andaj kur Allahu xhallahu ala i ndihmon besimtarëve dhe i përkrah ata, kjo është një farë lloj vërtetimi nga ana e tij se e vërteta është në këtë anë, andaj unë këta i ndihmoj. Për këtë arsye edhe kur kanë pretenduar të krishterët dhe që futet se ata janë ibnaullahi wa ahibba'u, janë bitë e Zotit ata dhe janë të dashur të Allahut azza xal, Allahu xhallahu ala për t'u vërtetuar të kundërtën, apo i ka sfiduar, ka thonë, atëre dëshironi vdekjen, në qoftë se jeni dashamirë të Allahut, lëpni me vdek. Bëni nga ata që e dëshironi vdekjen. Nëse ju pretendoni se jeni të dashur të Allahut ose gjallë, atë rrëdhëmisht për kësaj bie se ju duani me dash sa më shpejt mu taku me ato që dani. Po fakti që ju e urreni vdekjen dhe urreni me të madh dunjan, kjo është e kundërta e pohimit të juaj. Dhe në këtë rast pohimi i tyre nuk ka ardhur i vërtetuar nga ana e Allahut azza xal. Se ka vërtetuar Allahu xhallahu ala, nëse nuk ka mbjell në zemrat e tyre dashuri për takim me Allahun xhallahu ala, por ka mbjell të kundërtën. Dhe mos vërtetimi i Allahut azza xal, pohimin e këtyre nuk kupton se në raport me ta nuk ka funksionuar emri Allahut el-Mu'min. Gjithashtu prej asaj që ulemat e kanë përmendur kuptim të vërtetësisë është se Allahu xhallahu ala vërteton mendimin e robit të tij për të. Sikur se ka thënë Allahu xhallahu ala në hadithin kutsi, ana inda dhanni abdi bi, falyadhun bi ma yasha. Un jam sipas mendimit të robit të tij për mua. Andaj let mendon për mua si don. Nëse robi ka bindje apo ka bindje se në këtë situatë të frekshme Allahu xhallahu ala i sjell siguri, Allahu vepron në raport me të me emrin e el-Mu'min dhe ja vërteton pohimin e tij për të. Qëse me besimtari ka mendim të mirë se Allahu ja fal mëkatet e tij, nga sa ajo është pendu, Allahu me emrin e el-Mu'min ja vërteton pohimin e tij apo. Andaj vërtetuesi i mendimeve të robit të Allahut për të kur ai mendon mirë për të. Ndërsa Allahu xhallahu ala edhe me këtë emër gjithashtu apo vërteton por të kundërtën, të pavërtetën e pohimeve të kufarëve për mendimin që e kanë pasur për Allahun xhallahu xhelaluhu. Prandaj Allahu xhallahu ala musliman, sikurse kemi folur tek mendimi mirë për Allahu xhallahu ala, një prej formave të mendimit mirë për Allahun xhallahu ala është se Allahu ka më ndihmu këtë pejgamber. Apo dhe Allahu e ka vërtetuar këtë mendim të tyre ende pa marrë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nga se i ka ndihmuar dhe ka bërë ngadimtar mbi të tjerët. Andaj Allahu xhallahu ala vërteton me emrin e tij el-Mu'min mendimet tona që ne i kemi për të. Mendimet e mira po them, kur ne ja bëjmë sebepin dhe kur ne mundohemi që me atë që kërkohet nga ana jon ta shoqërojmë këtë mendim të mirë për Allahun xhalla xhelaluhu. Andaj Allahu vërteton ti ke mendim mirë për të, se në këtë situatë kritike, në këtë frikë, në këtë situatë, në këtë sfidë, në këtë problem, këtë talashe, kudo qoftë, Allahu ka vetë zgjidhje. Dhe padyshim se kjo është një lloj sigurie apo një lloj vërtetimi nga ana Allahu xhallahu që Allahu xhallahu e vërteton mendimin e robit të tij apo. Kuptimi i dytë i emrit të Allahut el-Mu'min, e para thash vërtetësia, se Allahu vërteton gjëra të caktuara. Dhe për këtë vërtetimi përmendëm do vërteton pranimin dhe pohimin se Allahu është i vetmi që merret të adhurohet, vërteton dhe pranon gjithashtu duke përkrahur pejgamberët e tij dhe duke vërtetuar saktësinë e thirrjeve të tyre dhe thirrjeve të besimtarëve pas tyre, dhe gjithashtu vërteton mendimet e besimtarëve që kanë për të. Mendimet e mira Allahu vërteton se ti ke pas drejt pse ke menuar për mua kështu.
Ti ke pas drejt kur ke mendu për mua se ndihmoj ty. Ja vjen ndihma ime nga ana ime. Ti ke pas drejt kur ke mendu mirë për mua se të shëroj. Ja vjen shërimi. E kështu me radhë. Andaj këto tri janë në raport me kuptimin e parë të emrit Allahut El-Mu'min, ai që vërteton. Dhe kuptimi i dytë i fjalës Allahut El-Mu'min është, do thotë më tepër i ndërlidhur me ato që ka të bëjë me eman, me siguri. Se Allahu xhallahu ala i siguron robët e tij. Dhe ky sigurim dietarët e kanë përmend përfshin disa pika të caktuara që kanë të bëjnë me emrin Allahu xhallahu ala El-Mu'min. E para që e kanë përmend dietarët është se Allahu do të thotë për çka i siguron robët e tij. Sikur se ka komentuar Ibn Jarir Tabari rahimahullah në tafsirin e tij, emri Allahut El-Mu'min, nuk i u referuar në transmetimin nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, se Ibn Abbas ka thonë El-Mu'min është ai i cili i siguron robët e tij se nuk u bën padrejti. Allahu xhallahu i siguron se nuk bën padrejti. Dhe kur Allahu xhallahu në Kur'an mohon padrejtinë dhe ndëruar se nuk u bën robët e tij padrejti, e bën me një formë shumë interesante. Askund nuk thot Allahu xhallahu, për shembull, ka me një formë wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Kështu ka në disa vende në Kur'an. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Kjo formë e ndërtimit të fjalës në gjuhën arabe, dietarët e gjuhës kanë thënë përmban vetën e saj 10 mohime, jo vetëm një mohim. Kur thot Allahu xhallahu ala wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allahu azza wa jall nuk mund përthet nuk bën padrejti këtu. Mi po ma kanë Allahu liyadhlimhum, për ka juve mendja që Allah bën padrejti. Dhe kanë thënë ulemat, mohon 10 gjëra. E para për tyne nuk bën padrejti. Apo as nuk e përkrah padrejtin, as nuk i shkon mendja për padrejtisë. 10 gjëra që të gjithat e fuqizojnë më të madhe këtë pohim që në vetën e tij e ka një mohim sa ai nuk bën padrejti. Për shembull, nëse dikush e pyet dikën, është një problem, dikush ka vjedhë diçka. Edhe dikush e ka marrë atë gjë. Tash i pyesin njerëz, a ke vjedhë ti? Dietar thonë nëse njëri kur s'ka vjedhë një vet. As si ka shkuar më marr ato. As se ka përkrah këtë ide të vjedhjes, apo as nuk përfiton nga vjedhja. Don nga shumë aspekte ai ka mohim. Nëse ai thotë jo s'kum vjedh, dietarët e gjuhës thonë se përgjigje është gabim. Don jo nuk kum vjedh, i bën jo këtë rast nuk kum vjedh. Po s'do më thonë që s'u shkon më me vjedh. Ndërsa përgjigja më e saktë është, sikur se ka thënë vëllai Jusufit apo. Wa ma kunna sariqin. Na mund me pas meta, ma hajnin kur se kanë pas ditë. Ana kur e kanë vjedh, kur ka thonë ayyuhal ayru innakum lasariqun. O ju karavan, dikush bëj ka vjedh, apo s'ka thonë nas vjedhëm. Nuk kanë më vjedhën e momentit, po e kanë më wa ma kunna. Na asina kona s'mund me qenë, është një formë e mohimit që mohon mundësinë e vjedhjes në çdo rast, në çdo situatë, në çdo moment, nga çdo aspekt e kështu me radhë. Andaj Allahu thotë wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allahu azza jall absolutisht në asnjë situatë për çfarë do që bëjnë robët e tij, për çfarë do padrejësie, për çfarë situate, ti çka do që të bësh me mëkateve, çka do që të bësh me të këqijave, apo kur ikon më i keq në fytyrë tokës, ke bën zullum të madh, i sigurt nga ky aspekt. Emri Allahut El-Mu'min siguron se absolutisht e keqja jote nuk bën që Allahu xhallahu ala ty më të bëj pa drejt. Kjo është tash me kriminalët më të mëdhenj, me njerëz pa besimtar, me ata që kanë bërë padrejtina të ndryshme edhe në rast besimit, edhe në raporte me njerëz lloj-lloj, Allahu xhallahu ala i siguron se janë të sigurt nga ky aspekt se Allahu xhallahu nuk u bën pa drejt. Në kjo është një kuptim jam të Allahut El-Mu'min, kur flasëm për kuptimin e dytë të këtij emri që ka të bëjë me sigurinë. Allahu xhallahu i siguron se Allahu xhallahu ala nuk u bën pa drejt. E dyta, Allahu xhallahu ala i siguron besimtarët se ai do t'u jap qetësi dhe lumturi dhe shoqëri nga ana e tij edhe në këtë botë, para botës së tij. Prandaj, çdo musliman që ndoshta për shkak të praktikimit të fesë mund të ndihet ndoshta
i vetmuar në rrethana të caktuara, mund të ndihet i braktisur në rrethana të caktuara, mund të ndihet i papërkrahur në rrethana të caktuara, e të kujton emrin e Allahut El-Mu'min, se ai e siguron se të gjitha ato braktisje që njerëzit kanë bërë, Allah ja kompenzon me shoqëri e anës së tij. Nuk do tani vetëm të vetmuar kur në qoftë është i lidhur me Allahun xhalla xhelaluhu. Nuk do tani vetëm i braktisur kur në qoftë është i përkrahur nga ana e Allahut azza xhel. Nuk do ndihet kur i shkputur nga tjerët në qoftë është i lidhur me Allahun xhalla wala. Kush i garanton kët? Kush e siguron për kët? Allahu me emrin e tij El-Mu'min. Prandaj në vetën e tij përbën ky emër edhe një lloj shpresë të madhe për çdo besimtar, që ndoshta nuk e ka përkrahjen e duhur mes njerëzve. Nuk e ka ndoshta kuptimin e duhur për anës njerëzve. Nuk e ka ndoshta pranimin e duhur për anës tyre. Allahu thotë, mjafton Allahu Mu'min. Mjafton Allahu xhalla wala me të siguru se ti do të jesh i përkrahur, ti do të jesh i ndihmuar, ti nuk do të jesh vet, ti do të jesh i shoqëruar nga ana e Allahut azza xhel. Prandaj kur Allah i ka shpërblyer njerëz të caktuar me një derexhe që quhet el-unsu billah, apo el-uns billah është që njeriu të ndihet mik me Allahun azza xhel. Kjo është derexhe e lartë, nuk kjo sfitohet lehtë, është shkallë për medarij salikin, për shkallët të atyre që u thonë ka Allahu azza xhel, është shkallë që njeriu pastaj kur është vet me Allahun xhelalu ala ndihet më i sigurt se po të ishte i rrethuar me ushtri. Kjo është uns billah. Për fjalës uns që nuk kupton një lloj shoqërie, një lloj afrimi, një lloj miqësie të afërt të një lloji të posaçëm. Që njeriu gjithmonë mund ndi kështu. Prandaj, padyshim, ne nga natyra jonë jemi që vetmia është padyshim jo e favorizuar më shumë. Njëri më tepër ka që më kon në shoqëri, nga se është qenie sociale, është qenie që e lyp shoqërinë. Kjo është në esencë, ose po them me luftu në dëshmërinë. Mirë po, njerëzit e caktuar që kanë arritur këtë drejtë, ata në pjesë caktuara të natës, apo ku ndoshta të gjithë janë të flajt, është i praktikisur, është i vetmuar, ndoshta në shtëpinë e tij i vetmuar, e ndin veten shumë afër me Allahun xhallahu ala me një lloj shoqërie të posaçme që nuk e ndin as me njëri më të afër që e kanë në kësaj bote. Kur të komunikon me Allahun xhallahu ala, e ndin se është duke bënë një muhabet më të këndshëm të mundshëm që e ka bërë, ndonjëherë me shokun e tij më të afër që e ka. Në preton një kënaqësi të posaçme për shkak të kësaj drejtë që quhet el-uns billah. E Allah të garanton ty, të siguron se nëse ti je në rrugën e tij dhe ti e kërkon shoqërinë e tij, ai të siguron se ti me gjithë ke arritë të javën. Prandaj, fjala Allahut el-Amin, Allahut el-Mu'min është një siguri për besimtarin se përpjekjet e tij nuk do të shkojnë hoq. Mundi i tij nuk do të shkojnë hoq. Se Allahu xhalla xhelalu e siguron dhe kur thon nuk shkon hoq, nuk po flas për ahiret, po flas për këtë dunja. Ktu Allahu të siguron se ti prej këtu kimi filluar me shiju frytet e mundit tën. Kimi shiju ëmbëlsirën e suksesit të dhe të arriturave tua në rrafshin e adhurimit të Allahut azza xhel. Andaj këtë siguri e bart me vetë emri Allahut el-Mu'min. Andaj i siguron të gjitha krijesat një herë, në nivel të përgjithshëm se Allahu nuk u bën padrejti. Dhe gjithashtu i siguron në mënyrë të posaçme besimtarët se Allahu xhallahu ala u ofron një siguri të posaçme, e sa nuk kupton vetën e saj një lloj shoqërimi, një lloj afrimi, një lloj komunikimi të llojit të posaçëm mes robët edhe Zotit të tij. Andaj ata që e kanë shijuar këtë ëmbëlsi, padyshim se nuk kanë pas mundësi pastaj me krahasu me asnjë komunikim në jetën e kësaj bote. Prandaj sikurse disa prej selefëve kur janë ngritur me fal namaznate kanë thonë qad khala kullu habibin bi habibihi. Tash këtë pjesë të natës të errët apo këtë pjesë të vonuar është vetmuar çdo i dashur me të dashurin e tij, apo çdo e dashur me të dashurin e tij. Janë vetmuar tash, ndërsa unë po vetmuara me dashurin tim, Allahu xhallahu ala. Shikoni e ka krahasu për të asaj çka pretendon dikush kur është në vetmi me ato që e dën, se ka punë ndoshta moti ose ka të afërt ose ka partner të jetës ose çka do qoftë, në vetmi njëri më dikon që s'ka net moti ose i shkon muhabeti ose e don, nuk shikon mua akrepat e orës, apo po mund me shku 4-5 orë dhe më duk se më kon 10 minuta. Për çfarë arsye? Për shkak të ëmbëlsisë së komunikimit dhe shoqërisë së mirë që po ndjente. Kanë kur nuk janë shoqëri të mirë, duket gjysmorës si 10 sahat ato. Mendzi për të më thënë, se shoqënia nuk është e përshtatshme. Po kur janë shoqëri të mirë, me orë të tëra kalon dhe ty nuk shkon mëna me këshira krepën e orës apo. E ka pas njerëz që këtë shoqëri të mirë e kanë përjetuar me Allahun xhallahu ala. Andaj për ta nuk ka qenë më rëndësi sa është ora 1 apo 2 orë apo 3 orë kem të net o Zot me ty, s'është më rëndësi më kjo apo. Nga sa e rëndësishme është që na u kënaqem. Dhe për plot peserevit apo
dalja e agimit dhe hyrja e sabat ka qenë një lloj mërzie që me të vërtetë janë mërzi special pse përfundoi komunikimi tash për shkak se perandoi kushtimisht pjesa e natës dhe po fillon agimi atë. Dhe kjo është el unsu billah, që Allahu të garanton dhe të siguron se nëse ti ec rrugës së saktuar dhe ti don të jesh në shoqëri me të, ai të siguron ty me emrin e Allahut el mu'min, siguron se pionësi nuk do të mungon përkrahja dhe nuk do të mungon shoqëria nëse ti do të qenë në këtë shoqëri me Allahun xhalla xhelalu. Dhe mendoj që kjo është padyshim një lloj përgëzimi për neve si musliman që nëse ecim si duhet dhe zbatojmë sikur duhet ato që kërkohet për neve, me lejen e Allahut, Allahu na siguron se do të përjetojmë përjetime të këndshme, të mira, mos sikur që kanë përjetuar ata që na kënaqen veç kur ndëgjojmë rastet e tyre. Gjithashtu ajo që përfshihet këtë emër të Allahut të sigurisë është se Allahu xhallahu ala e siguron çdo njeri që dëshiron të jetë i siguruar tek ai, qoftë edhe pa besimtar, kur do qoftë ai. Anë sigur se thëtë Allah xhallahu ala amman yujibul mutarra idha da'a. Kur thëtë Allah xhallahu ala se ai është kush tjetër i përgjigjet atij që është në zor kur e thëtë Allah xhallahu ala. Andaj ka mundësi që ai para se më fut në këtë situatë ka qenë në mëkate. Para se më fut në këtë situatë ka qenë ndoshta në vepra të shëmtuara, në punë që nuk i don Allahu azza xal. Por është në fund situatë kritike, në frikë, dhe tash këtu don sigurinë Allahu azza xal, Allahu me emrin e tij el-Mu'min i garanton se sigurinë kimë marr atë. Kurrë që i mbështet Allahu xhallahu ala, Allahu xhallahu ala i mjafton. Gjithashtu pe kuptimin e emrit të Allahut el-Mu'min në aspektin e sigurisë është se Allahu xhallahu ala sigurisht kemi përmend edhe te emri i tij es-Selam, se në këtë aspekt, në këtë pikë të katërt të kuptimit të dytë, takohet emri Allahut el-Mu'min me emrin Allahut es-Selam, që kemi fol në të kaluar, nga sa ata kanë bashkëpunim ndërsjellë, nga se kanë bëjmë me një Zot, nuk janë kundërshtim. Pra që kemi të emri Allahut es-Selam, mund të themi këtu te el-Mu'min me disa shtojca, se Allahu xhallahu ala i siguron ata të cilët e zbatojnë ligjin e Allahut azza. Ata të cilët e respektojnë urdhrat e Allahut xhallahu ala, Allahu i siguron se kjo është rruga e sigurisë. Apo se kjo është rruga e lumturisë, se kjo është rruga e suksesit. Dhe gjithashtu i siguron Allahu xhallahu ala se ju jeni duke zbatuar ato që është më e drejta e mundshme për njerëzit. Prandaj sa ndoshta njëri mund, Allahu na ruaj, më u hamend për një veprim fetar se çish më apo emri el-Mu'min i ndihmon më përcaktuar. Allahu të siguron se nëse sa njerëz për shembull, Allahu na ruaj, sa njerëz e din që kamata është haram, po kanë frikë se nëse e largon dëmtohet biznesi, nuk shkon këtë kohë pa të, i ka vezvese caktuara. Themi lezoj Allahut el-Mu'min. Nëse Allah ka bërë haram, ai të siguron se braktisja e tij është më mirë për ty se veprimi i tij. Sa njerëz haram e tjera ju sillin vezvese, po mirë, e dim që kjo s'ban, nuk ka rregull, po çka kimë bë? Ti çta e din, ti këtë e ke bën, ti këtë ke fituar me këtë ekstrem radh, mundon me e hamen, me elkun nga pozicioni i tij, i themi se të mjafton përballë gjitha këtyre vezveseve dhe hamendjeve që njerëzit po i mbjellin zemrën tënde, të mjafton emri Allahut el-Mu'min. Ai të siguron se veprimi që e ka ndërmarrë është i mirë atë. Kush e garanton se këto që po e lone është në rregull, s'ka garancë për njerëzve. Allahu të garanton se ti je duke marrë vepra të mira atë. Ti je përballë dy opsioneve, njëri është shumë i favorshëm për ty, edhe në kuptim të asaj që kërkon epshi dhe nefsi, po edhe në kuptim përfitimit, dhe je përballë një opsion tjetër që është në luftë me epshin, po edhe përfitimin nuk ka. Ka më shku? Kush më garanton mua se kjo është e sigurt, kur kush mos i garanton për kërkuar në këtë dunjë apo? Mjafton emri Allahut el-Mu'min. Nëse Allahu ka garantuar dhe të ka siguruar me këtë emër se kjo rruga e drejtë, het shlira apo? Se do të korrësh sukses në këtë botë para botës tjetër. Andaj kush na siguron neve se na të bëj mirë që po falem? Kush na siguron? Momentin se kanë pana 1434 vjet po bën që ai, domthon, veç është shpërngul. Don edhe pjesa e 10 vjet, don 1424 vjet është që ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. 1400 vjet janë mes neve dhe mes tij. Ku e dim na a e kanë përcjell? Kush na siguron neve? El-Mu'min. Ai na siguron se kjo që po thush, kjo që po vepron, kjo që po lexon ti është e sigurt. Andaj ai ka thonë në Kur'an inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Surën Hijr.
na e kemi zbrit këtë përkujtues që nën kupton Kur'anin dhe Sunetin dhe na kanë më rujt. E kur të garanton se është rujtun, amni Allahu te al-mu'min. Ai të siguron se ky Kur'an që ka kërkuar ai për të më zbatu, është ai që e ka zbritur Allahu xhallahu ala. Prandaj edhe në këtë rrafsh ka njerëz që kanë dilema për Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po ku e dim na këto fjalë vërteta, ai ka thonë, ai kanë përcjell, themi që nëse të mungon dituria shkencore, apo që dietarët e kanë përcjell hadithin se një njeri që pak ka ilm për hadith, nuk ka pikë dyshimi se çdo ditë është sahih apo. Kur e sheh në çfarë mënyrë janë përcjell, ama kush ka ilm, tash ke çmundën apo pas dije për senedin, që është transmetuar. Na me çka mos siguruan, që nuk mund të mos sigurojmë me fakte të shkencës, të hadithit, me çka mos sigurojmë? Sigurojmë me Allahu te al-mu'min. Nga sa ai ka vërtetu, ai ka pranu se kjo është i dërguar i tij, kjo është pjesa e parë e emrit të tij mu'min dhe pjesa e dytë ai garanton dhe siguron se do të ruhet suneti i tij apo. Prandaj edhe përmes këtij emri ne marrim garancë dhe siguri se ajo që po e veprojmë në emër të fesë, të ndërtuar në fakte dhe argumente, është muaj që Allahu është i kënaqur me të. Dhe praktikisja jon të asaj që Allahu na ka ndaluar është siguri nga ana Allahu xhallahu ala, ai është garantuesi se ti e duke u larguar nga hënimi Allahu xhallahu ala. Prandaj kjo është gjithashtu një kuptim i rëndësishëm që neve na duhet shpesh herë në jetën tonë për të motivuar veten tonë, për të stimuluar veten tonë, për të jashtuar bindjen vetes tonë kur jemi ndoshta në udhkryqje të caktuar të kësaj jete. Nganjëherë kur të bi shembuj të haramet dhe të halalit, ndoshta mundemi ne me qenë të përjashtuar teorikisht për kësaj, se unë e di ka do të më shku, apo por them që jeta është e gatë. Dhe njëri mund mu sprovu me lloj gjërash. Nganjëherë ju të duken aq të qarta se janë halal dhe haram, apo kështu që ty duhet në çdo udhkryq, në çdo situatë, çdo situacion ty duhet kuptimi i këtij jam dhe emrave të tjerë që të ndihmojnë ty se cilën anë duhet me ndjek, cilën rrugë duhet me marr, ka duhet të janë bashkë në udhkryq të caktuara. Andaj nëse Allahu të ka siguru, sikur që e dini rastin e që e kemi përmend, Abu Bekri si është ndryshe, Abu Bekr as-Siddiq, ne thamë se sidq vërtetimi është pjesë e emrit të Allahut el-Mu'min. Pse e ka marr Siddiq? Për shkak të një rasti vetëm, apo që ka ditë ka t'ja mban. Kush e ka siguruar Abu Bekrin se është e vërtetë që apo të më bëson? E ka siguruar besimin tin Allahu xhallahu ala. Ka qenë më i fortë se sa lidhja shoqënore që ka pasur me pejgamberin. Unë kam shok këto kjo s'rran kur. Se ka bën këtë bazë Abu Bekri këtë pohim apo. Dhe ka bën bazë asaj se Allahu xhallahu ala këtë e ka dërguar pejgamber, apo? Dhe Allahu e ka siguruar këtë pejgamber se janë hak. Dhe unë ju siguroj juve se sigurimi që Allah e ka bërë këtë është hak atë. E ka marrë me Siddiq, vërtetuesi dhe siguruesi se ky i dërguar është i dërguar nga Allahu xhallahu ala. Andaj them, vin këtë situata kritike që na teorikisht tash nuk mund mi paramendu ç'është është. Por kur njëri bëhet pjesë e saj mund Muhammed. Prandaj sa fitnë kanë ardhur dhe para se marr njerëz kanë menduar se kur të vjen unë jam i sigurt se kështu ja bëj. Unë kësaj jam bëj. Unë kështu, mi po kanë ardhur aq të pshtjellta, aq në mënyrë të zbukuruar e keqja, saqë nuk e ka marrë mendja kur muslimanit se mundet çikash Muhammed ka më shku, nëse e ka pas qartë para se më ndodh ka më shku apo. Që tash sot qartë e kem në Dejjallin apo. Apo çfarë më vol për Dejjallin kur vjen, ty duket pak çish interesant çish kanë pasur se kanë një Dejjallin ton këto argumente për Dejjallin. Apo ndërsa pejgamberi ka thonë nuk u dëshirojmë të takuam me ta. Kush është më i sigurt? Ai për neve apo për veten ton? Ai për neve. Sa e din mallsinë asoj sprovave. Mirë po, Allahu xhallahu ala na ka dhënë siguri. Nëse bëni kët, nëse thoni kështu, nëse lexoni kët, jeni të sigurt prej për provësi. Andaj sa sprova nëse na vin, nëse na e ndjekim mënyrën e shariatit dhe e ndjekim metodën shariatike për dalë nga ato sprova, Allahu na siguron me emrin e tij el-Mu'min se ne nuk do të bëhemi viktima të sprovave, nuk do të dështojmë, por do të dalim gjithmonë nga dëmtarët. Mi po nëse nuk ndjekim metoda e shariatit, nuk ka siguri se kimë dalë faqebardh. Nuk ka siguri se kimë dalë i shpëtuar dhe i sigurt. S'ka siguri. Prandaj nga disa njerëz në disa çështje kalkulojnë me rezultate. Kalkulimi me rezultate është shumë i rrezikshëm. Pse? Nëse bëjmë këtë, kjo ndodh apo. Na nuk guzojmë kështu me kalkuluar.
na themin nëse këtë e zbatojmë, Allah na siguron se kjo ndodh. Apo andaj mos i përcakto mjetet duke kalkuluar rezultatet. Për shembull, mund po vjen 4 si medal, apo etash mund me kon 2+2, 3+1, 1+1, 1+1, 4 opsione natën. Në shariat nuk ka kështu. Jo, në shariat ka para se me qyr ku çan, do të thonë që cilin ekuacion e ka përdorur Allahu xhallahu ala. Çiku. Unë që to kam me njek. Am çet te 4, te 5, te 6, unë pastaj nuk e di. Po më siguron Allahu xhallahu ala se kam me dalë atje ku më duhet atë. E pse ndoshta unë nuk e kum kalkulu këtë rezultat. Dhe sa na ka dalë shumë më mirë se që kena kalkuluna. Prandaj nuk ka mirë ti me kalkulu. Se kalkulimi jot është me shifra të vogla, nuk din ti me qit hesape sa duhet ty apo. Po ajo është me ndjek ato që Allahu xhallahu ala i ka bë në rrugën e udhëzimit e pastaj e shese të ka siguruar se ka më dalë më mirë se që ti ke paramenuar. Andaj zbatimi i shariat Allahu xhallahu ala, kryerja e urnave të Allahu xhallahu ala, largimi nga ajo që Allah ka ndaluar, respektimi i kësaj metode është siguri. Mos respektimi i kësaj metode nuk ka siguri, nuk ka garancë se kemi fituar, nuk ka garancë se do të jesh nga të shpëtuarit. Prandaj, sikur që kam përmendur dietarët shembullin e 73 grupeve apo kanë thonë paramendo nëse ke humb në shkretin apo edhe nuk din ka të janë bërë. Nuk din, e humb. Po ty po dyni rrugë sigurt me çun qytet. Nuk ke ku, nga se s'ki as fuqi, as shëndet, as mall, as ujë nuk ki për me bo eksperimente me bredh në rrugë të shkretin. S'kiti. Një rrugë gabove të mbet atje. Thot edhe në ato rrugë që ki u të kryqet shumë ta, ka mja majt në njeri. Ato i cili po i din rrugë. Edhe e pyti, ka t'ja mbaj, a i të të shtët. Njerëzit zakonisht të kjo të kryq, do më onë hamenden. Disa janë mojnë kësajt, disa janë mojnë kësajt. Këtë rrugë që po i sheti ka pas njerëz që ka necë. Në tëna ka shku njerëz. Mirë po, vetëm përmes qësoj rrugë që tu, janë lemru se kanë arrita. Për ta tjetë nuk jem në haber, nuk di. Apo, cëla është rruga e sligun këtë rast që ti dush migra? Andaj po të qartas. Nuk dija kanë mëri këta, nëse këta kanë arrit. Në qovë se vetëm dhe këtë nivel e situata sigurisë, duhet me dit njëri kamerapën. E qëfar të mërmenja, kur për ta tjertë thot i dërguar i finnar, këta e në gjehnem, unë e të siguraj se i boni i rave qësajt në gjehnem kime shkuapën. E të siguraj se në qovë se e njekë rrugën time dhe të ashabëve të mi, apo të siguraj se kime shku në gjenet. Njëri me që më që dënë sigurit të manë sigurit, cilës rrugë i bjen? Andë nuk ka siguri për fitore, nuk ka siguri për shpëtim, nuk ka siguri për ngavnim, nuk ka siguri për shpëtim këtë botë. E asë në botën tjetër, përveç se në qofë se i bjet njërës rrugë. Këtë rrugë të tjera nuk ka siguri në to. Ka rreziqe, ka probleme, mund është hapin e parës të bëjt me të gëlltit diqka. Në pëse shënë të parin, në është atë tretin veç, sharën dikun, nuk ka siguri. Andë emni Allahut el mu'min, në jepë siguri në qofë se na e njekim me nëhegjin e pejgamberit, se na e na mirë. Ku do që të njeksh? Ka mësi njerëzit me dekuraju. Njerëzit mund me të friksu. Por sara ata të dekurojnë dhe të friksu, se ti sjetu e të smirë. Apo, ti sigurohu me emnin e Allahut el mu'min, se ti e ki mirë, nga se je siguru para kësaj, se i duke jesë në hapat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë sigur në jap emni Allahut el mu'min në zbatimin e shariatit të Allahut azza wa jalla. Gjithashtu, për asaj që ulemat e kam përmen, për emnin e Allahut el mu'min, është se Allahu xhalla wa ala për kuptimet e el mu'min të sigurimit është se i siguron robët e tij ditën e gjykimit kur këtë janë në frikë, kur këtë janë në panik, kur këtë janë në trishtim, kur këtë nuk din çka po bëhet, Allahu xhalla wa ala me këtë emër që na kemi mësuar, e kemi ndëgjuar, kena besuar Allahun se ka këtë emër, Allah me këtë emër na futet në siguri të plotë, që atje do thotë njerëzit do të paguajnë jo vetëm me parë, apo gjasë është shumë banale jo mul qiyame për më parë. S'përmendem bile, në çmim është. Kur si përmend parë apo. Po fillon të kalkulohet me tjera hesape. Apo një do më thon tani gruan, fëmin, babën, këtë po i dhon apo. Le tuti këta e mua më siguri apo. Andaj shikoni Allahu xhalla wa çka thot innal ladhina sabaqat lahumul husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha
wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'u al-akbar la yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Në Anbiya ajetin 193 Allahu Jalla wa Ala para kësaj flet për xhenemin. Dhe pastaj thot innal ladhina sabaqat lahumul husna ulaika anha mubadun. Ata që kanë bërë punë mira, ata janë larg prej kësaj. Jo sot kjo për ju vapën. Ky friksim, ky trishtim që unë po i friksoj robën me këtë xhenem, ulaika anha mubadun. Ata janë të larguar prej kësaj, janë sigurt prej kësaj. Pastaj vazhdon Allahu Jalla wa Ala thot la yasmauna hasisaha. Aq janë larg saqë as zhurmë nuk e nin ata. Janë të qetë nga dënimi, janë sigurt nga dënimi, janë sigurt nga friksimi, janë sigurt nga edhe zhurma e asaj që ndodh në xhenem. La yasmunu hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. Dhe Allahu Jalla wa Ala subhanallahu shikoj këtë siguri një pasnjëshme, mas po apo të ti e larg prej saj. Apo e dyta Allahu po thot se ti as zonën senin tyne, as përshpërja ti larg prej saj. Krahas asaj atant Allahu Jalla wa Ala përmet, po them kuptim pozitiv, me të habit ty, me këtë siguri, fi me shtet anfusuhum khalidun, të habit me joshe, apo të hat, apo të pijeta, çka po të bëhet në xhenet apo, ti habit me këtë punë, ti mos edhe më në largoj pesë që po ndodh atje. As më mos mi pas çka po ndodh atje, duke siguruar tërësisht çdo aspekt. Se kanë njëri s'është pjesë e ndërimit, po vetë çka ka po të merrohet apo, e Allahu xhallahu i siguron edhe në këtë rrafsh rrobat e tij, duke i josh me begati xhenetit se jeni larg prej kësaj. Jeni të sigurt tërësisht. S'ka të bëj me juve në asnjë rrafsh, as nuk ju prek në trup, e as në sy, e as në vesh, madje as nuk qarkullon si mendim te ju, nga se josha që Allahu do t'ju bën në xhenet juve, do t'ju habit me mirësitë e tina që të mendoni çfarë po ndodh atje atë. Shikoj këtë siguri të kësaj mose. Ose, sikur që e ka përmendur dietar se në këtë kuptim është se Allahu Jalla wa Ala i siguron robët e tij edhe në moment të vdekjes se keni fituar. Për në moment të vdekjes në telash të dalë shpirtit, apo Allahu Jalla wa Ala e urdhnon melekun e vdekjes që të jetë në formë më të bukur të mundshme tek besimtarët. Dhe vijnë me lajka sikur se ka në surën Fussilat, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alehimul malaika. Ata që kanë thënë Zoti jon është Allahu, thumma istaqamu, pastaj kanë qenë stabil, s'kan lujt bësh poshtë përpjet. Istaqamu, kanë qenë përqendruar në këtë rrugë. Çka ndodh me këta? Tatanazzalu alehimul malaika. Tatanazzalu aleikum, shikoj kë shpejt, tatanazzal. Apo tatanazzal vet hiç pa ditë gjuhën. Tatanazzal, po ja më kuptoni një farlloj grup pas grupi. Tatanazzal. Një mas delegacione mas delegacione tu ardh të dhon musliman myshde, një mas një. Për hajër të kohë fitore apo. Duke e siguru Allahu xhallahu këtë musliman se mas kësaj dite s'ka frikë më për ty apo. Mas kësaj dite je i sigurt tërësisht. Mas ti momenti ti jetuar dikush që tashmë rahati, shlim di ju apo. Ti mos e bëj galën e shpirtit që po del ti më apo. Mos e bëj galën e familjes që po del mas teje. Gjasë të habiti Allahu xhallahu me siguri tjetër, një lloj tjetër. Kjo është emri i mu'min. Që Allahu xhallahu të siguron në momentin e vdekjes se ti ke kur fituar apo. Prandaj sikurse ka thonë sahabiu radhiyallahu anhu kur e ka godit shtiza në gjoks apo edhe ka filluar me i dal gjaku nga brendia e tij, ka thonë fuztu wa rabbil Kaaba. Thot pasha Zotin e Ka'bës fitova që tash apo. U krimo, mor fund, alhamdulillah, apo e çetëm mbreg. Anijen që është kërku për ne me vendos në breg. Kush e ka siguru me onë këtë fjallë, duke vdekaj, para mëna të i dalë shpirtë, onë fuz të fitova, emni Allahut el-Mu'min. Ajtë ka siguru, në qoftë se ma bjen imanin dhe në stëm ku duhet, des që shduhet, apëton, unë e të sigurej se kemi pas punë mi masë ditë. Andaj, Allah unë asiguran, dhe kjo është garancë, emni ti el-Mu'min është garancë për këtë që po flasim ne. Në qoftë se ne i përmbami pjesën mbetur të marrëveshjes. Andaj, edhe kjo emën siguran të tenezelu, nuk ka veç moment të vdekjes. Ka nga ulema ka thonë se Allahu xhallahu ala zbrat si siguri dhe garancë për këtë musliman për krahas sikur se ka të kamë të vërtetime atje. Sigurisë se ti në hak apo Allahu xhallahu xhelalu zbrat me lajke që këtë musliman edhe në këtë botë e sigurojnë se është hak. Edhe në këtë botë e përkrajnë, edhe në këtë botë i rinë afër. Madje ka thënë Ibn Kathir rahimullah se kapi
fjalë ulema që kanë thonë për këtë çështje, deri në atë mos sa që zbresin edhe në namazin e sabahut dhe e ngritin besimtarin për mufala ata. Ja nxjerrin gjumin. Kanjëre ndodh nuk ki asnjë sebeb. Domthonë nuk është diçka që ti ki fillu më herët ose ke një saat. Për një diçka e ke pa vetë që e quaj. Çka u bë? Pikar, për një pa i quti. Apo kjo mund të jetë një pjatë prekjeve të me lajkeve apo që të kanë ngrit për më me fal sabahin ose me ngrit me bën një punë. Sigurisht se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inna lil malaikati lamma. Melekët kanë prekje. Sikurse shejtani ka lamma. Që po kanë njëri subhanallahu pa kurrë po është i padisponuar apo. Është prekje i shejtanit ka prekë, veç prekja aty është e fllëç të udhë billah. Ta hub disponimin apo. Veç me të prek, kuptim të largimit të etikës apo është e fllëç apo. Po kanë subhanallahu njëri s'ka ndonjë sebeb të caktuar që domthon është i gëzuar. Mirë po. Mjafton që një melek e ka prek dhe të jetë një fallë disponimi tek ai, nëse kanë edhe i parsyetuar për diçka të madhe, por megjithatë është disponuar. Kjo e lëmë. Prekja e melekut apo. Andaj meleku të prek edhe shejtani të prek apo. Allahu të siguron se te tenazzel. Këso prekje kemi pas të vazhdueshme, nëse ti je nga ata që ke thonë Rabbun Allah, thumma istaqamu. Andaj ka ardhur ajeti i dërguari sallallahu alaihi wasallam ja Rasulullah, më këshilla ka thonë kul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj besova në Allahun, kuptimin e imanit përgjithshëm. Thumma istaqim, pastaj rri i qëndrueshëm, rri stabil në këtë. Kjo është filla e madhe. Thumma istaqim, pastaj rri i përqendruar. Andaj nëse na rrim në istiqame, me përqendrim, Allahu na garanton se do të ndihemi të sigurt edhe në këtë dunjë, por edhe në momentin e vdekjes. Prandaj, sikur që e ka përmendur i dërguari sallallahu alaihi wasallam për shahidin, ato që vdes në rrugën e Allahut azza xal, apo ka përmendur disa vlera. Një prej tyre është se ende pa i dal shpirti e shëvan në vit në xhenet atë. Allah siguron se kjo për shkak e dhon shpirtin po të paguhet hala pa dal piktuit apo. Kjo është sigurim pe Allah xhallahu ala. Apo po të siguron hala pa dal piktuit se ti hala pa dal piktuit na të sigurojmë ty se ti ke qenë sikur se duhet. Se ti po të paguhet mund dyt. Ja po shpërblesh. Duke pa vendin ton ku kime shku pas dalë se këtij shpirti apo. Dhe ai që në këtë dunja ka përjetu friksime, ai që në këtë dunja ndoshta e në emrin të Allahut azza xal është shqetësua, është braktis, Allahu e siguron se jo në qiyame për to ka siguri atë. Andaj pse shahidi në varr nuk pyetet? Pse është i sigurt nga dënimi në varr? Është i sigurt nga pyetja në zvin me lakat me vetë kush është Zoti apo? Zvin. As nuk i afrohen me vetë bile. Ka shofeja jote kush apo? Nëse mjafton gjaku i tij dëshmi kush është Zoti i tij apo? Mjafton gjaku i tij dëshmi kush është pejgamberi i tij apo? Mjafton gjaku i tij dëshmi se kush ka qenë feja e tij. Që kjo dëshmia e tij më e madhe. Dhe sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rinjollat yawmul qiyama hala i rridh gjaku apo. Apo ka thënë launu dam, ngjyrën e ka ngjyrë gjaku, po për dëshmi. Po rihuhu rihul misk. Erën e ka erë të miskut, posaçëm si dëshmi të asaj që ka dhënë jetën për i Allahut azh. Kush e siguron këtë njeri kështu apo? Allahu me emrin e tij el-Mu'min. Siguron për gjitha këto shpëlime të mëdha që komenton nëse ti pak friksohesh për ta. Po, është në fartu të ka pak, nuk unë më mohu. Apo nga herë kur të lën diçka për Allah, djeni fallai frikë se mos po hupi, mos po bëj kujes, jeta ku po më shkon një familje, Allahu el-Mu'min. Sigurou me emrin e tij el-Mu'min, ai siguron ty me këto shpërblime. Andaj ky kuptim i emrit të Allahut el-Mu'min është gjithashtu i rëndësishëm, vallahi më të madhe për muslimanin në gjitha udhkryqjet e jetës së tij, në çdo hap të jetës së tij. Madje edhe atë kur duhet jetën me dhon, Allahu të siguron se edhe kjo hala pa dal shpirti, Allahu xhallahu ala të siguron se ke qenë që kushtet duhet. E ke pagu çmimin e asaj që po e sheh. Je i sigurt se do të shpërblehet mundi, apo. Dhe prej kuptimeve të fundit përmendëm për këtë ligjërat të këtij emri të Allahut el-Mu'min, që Allahu i siguron, se tash është një vërteton dhe pranon, dhe e dyta apo siguron. Të vërtetimi dhe pranimi përmend 3 kuptime, ndërsa tek sigurimi 6 apo 7 kemi përmend, e fundi që dua ta përmend është se Allahu xhallahu ala i siguron me emrin e tij el-Mu'min, me emrin e tij el-Mu'min i siguron të gjitha krijesat se ka rrezik për të gjitha ato. S'ke nevojë mutut apo. Nuk ke nevojë të mutut se mos po arritet ajri apo.
A ka mundësi mu tu dikush, ka mundësi mu thithë oksigjeni këtë, s'ka hargjohet, të gjënë të arshme, ta një s'ka oksigen mu. Allah të siguran me emrin e tij el-Mu'min, siguran Allah xhallahu se është i garantuar. Për çdo krijesë që Allah e ka sjellë në këtë dunja, me emrin e tij el-Mu'min ja ka siguruar Allah xhallahu në furnizimin atë. Nëse me emrin e tij el-Razzaq ja u don. Por ekzistimin e tij e siguron me emrin e tij el-Mu'min. Ju siguron se ka për të gjithë. Edhe në këtë dunja, por në aspekt përgjithshëm. Por në ahiret na siguron apo se në xhenet ka vend për gjithë dhe ka rrezik për gjithë. Sigurt e ki. Po e dim që atje ka xhenet, po ton ky millet për adimit të sa njëri mos po sigurt e ki. Sigurt e ki që kurse për ekisën tonë apo. Sigurt e ki se kimë pas sa shes ty nyt apo. Madje edhe më tepër apo. Madje sikur që ka në hadith për pasurinë më të vogël të njëri në xhenet apo sikur që dini njeriu që do të ketë sa 10 fish kjo botë apo. Sa 10 fish kjo dunja, siguron Allah xhallahu sa i ka më dhonë apo. Ai siguron se ka hapësirë. E ku e nxën veç një, ai siguron se e nxën. E ka një hapësirë dikon të vetën Allah xhallahu ala që ka kruaj që e nxën këtë xhenet kaq të madh që na sonë paramendojmë sa mund të koni madh. Apo parna njëri që mas pak di ka sa 10 bota më pas. E pa njëoni apo. E ku janë miliona të tjerë që kanë në xhenet apo që secili që hen është më shumë se ky i pas apo. Ku ai siguron, mos e ke gati ku është ajo punë. Ti punon për këtë punë, ai të siguron se ka rrezik dhe ka vend për të gjitha. Në këtu janë disa kuptime të ndëruar të emrit të Allahut el-Mu'min, që kanë të bëjnë me Allahun xhalla xhelaluhu. Do na nuk folëm për ato që kanë të bëjnë me neve, po këto që kanë të bëjnë me Allahun azza xhalla. Andaj ndërlidhja e kuptimit të këtij emri me Allahun azza xhalla. Dhe këtë e kemi bën në dy pjesë, apo pjesa e parë që ka të bëjë me emrin e Allahut el-Mu'min, kuptimin e vërtetimit dhe pranimit, dhe e dyta që ka të bëjë me emrin e Allahut xhallahu ala të sigurisë dhe garantimit. Ndërsa për pjesën e dytë do flasim në dersin tjetër inshallah, me kaq po i dho fund kësaj pjese, lutem Allahun xhallahu ala që na ushqen zemrat tona me njohjen ndaj tij, dhe të na gëzon gjymtyrët tona në shërbim ndaj tij dhe adhurim të Allahut azza wajal, dhe të na mundson që ta shohim sigurinë e shpërblimit ende pa dalë për kësaj bote. Allahu xhallahu ala shpërblet, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira.